Mas ronim ka arë vojza vogël su m'vike. Tash e më ka vdekur shëndjerë, vojza vogël, e vojza vogël mu s'u kanë gjoftë heqë. Ishe ronë kur thëmija jytë nuk nje. Se më thash, vojza ka din luftë. Ka marrë në shpe, i kam bëhë thëmijë, si shka bëhë thëmijë mbi 4 muj, 5 muj familje, si kam bëhë që asë nonën, asë motrat, asë vlezit, asë bashkëshorët, asë minë mi. Mas ronim ka arë vojza vogël su m'vike. Tash e më ka vdekur shëndjerë, vojza vogël, e vojza vogël mu s'u kanë gjoftë heqë. Se e ka lind luftë, ka lind në maj apo qeshor, në atë të tete ka lind, edhe ajes vojza vogël s'u ka heqë. Ishëm shatarët, e së shpia të dikën e shatarë, edhe në neta 3 ditë atu, mas 3 ditë e erë në spellë në Prishtinë. E mas ronim ka arë si vojza vogël s'vike. Tash është ndjera, ka vdik për leukemie, moshën 8 vjeçare ka vdik, edhe kisha probleme të. U mëri ke baba, vllazën, apo fëmija mi të majtë, po i kipi mi, o tutke, vojza vogël s'vike, se isha një pa një shumë për ta. Se kisha parë ato, asa e musëm shua, unë kom po ato 4 herë, me thonë këtë 4 herë, kom po atë vojza, se kom po ma shumë. E kom vjonë gjatë luftës. Se kom po se thmi, një kom po së Mitrovic, pe i Mitrovic të në shushë fëmi. Dhe si kom po në thmi. Ne ta me thmi, me familje, edhe në spital në Prishtinë, kam nejtë këtur një javë. Edhe mas javë ditë kam botu për Gjermani. Ishe ronë kur thmija jytë nuk nje. Se më thash, vojza ka lind luftë. Ka lind qeshorë. A ka qenë një thmi i vogël, bebë. Ka dalë, i bike mas 9 mujve apo 10 mujve dojnë në Shqipëri vojza. Ta në ku erdhë, u këthuj veç që buni një vetë e diçka. E u më nëshë me lume të, thash shumë eronish, kur thmija une familjen, thash se këmë po mbi 6 mujë, nonën, vlezërit, motrat, bashkëshortën time thmine mëdhaj, se këmë pas një. Nuk këmë po mbi 6 mujë, po 6 mujë ka qenë rrështë, se këmë po heqë, fare, se këmë po. Mas 6 mujë ta në takohë me familje, si ardhen u këthynë. Shumë eronë, jo këtë më rëmu, kjo ka qenë rënë për gjithë qytetarët e Kosovës, edhe për gjithë pjesëtarët e Gjykës, edhe ata si kanë po familje vetë, si unë, një tjera s'ka qenë, ata si kanë po shumë eronë është. Asë mos si të thasha më herë, më eronë është, kur thmija jytë nuk të afrohet nga atë, a e veç sa kishë fillu, që dojmë ne të shkonë në zhakë shto. Vojza, 2-13 mujsh, kogja eronë është. Jo, nuk më ronë më që mollë shumë, nëjta vështim 3 ditë. Morin, shkova spital në Prishtinë, Prishtinë e të 13 ditë, edhe ka mohtu drejt për Gjermani. Të e filendëru një shoqatë shqiptare Gjermane, edhe këpuri në Gjerman, mu kisu gjendja prapë në Prishtinë, të e filendëru të një doktor të ndjerit, Faton, Marina dhe Betri Bakallit, edhe se 3 ditë përpo ata dashe marrë putë komen. Jo me dëshirën e tyne, me problemi shëndetësor. Edhe prunën përfundim, Fatoni edhe Betri Bakalli, që këti njerivt duhet me putë koma, për shkak se me pështu jetën, po erë në vizit, Zoti Thaçi me në vizitu një plegosi, Zoti Fatmi Lima, një ekip e ushtisim dorët Kosovës, njerëzve që kam në të quftën, me në vizitu në spital, Kuarsaraj, edhe në vizitun, edhe me disa fjallë, disa si njëfsha, edhe Fatmi edhe Ashimi njëfsha shtu, tu vizitu me ta, edhe Pitërisi du të kputët koma. Bashkë kështu, thjesht, ata ju e shumë keqë. Edhe ndjeri Gjavit në Raku. Gjavitin e këmë jofë që se mati kemë lume top në atë kohë. Se e kam afer, fshatin e ti. Në disa turnire në Marin që mati me Gjavit në Rakun, ishë për cilë të jashimit. Edhe ja nisi po majnë krave, tha, jo, po mëso po marak. Edhe me të po ke shumë. Tha, jo, tha, do të bujmë për pjekë, tha, do të pysu mjekë që mund me bu për ty. Në atë moment e ka ardhë, që edhe është një shoqarë shqiptare Gjermane, edhe bashkë me këforin Gjerman. Edhe kanë hy mjek më rena. Aty është vizita e këtynit që ta shkreve të UÇK-s, që i nërme në vizitu neve plagosërve, në spitalin e Prishtinës. Ka qenë ideal që më plagosër në Gazmend, i Arllati, fshatit Arllat, nëse s'ka bojt bujupi, në ideal shumë, ishë shumë rëna dhe i plagosën shumë. Kanë mendos të një Betri Bakalli dhe Faton Marina, që urgjentisht të më dërgojnë në Gjermani. Kjo është reale. Edhe kanë mendos një thmi, një djallë 6 vjeçar, apo 5, mujtë ka bëj, pej kanceri kishin. I ravecit. Sot familjen nuk e di, më shput mardhonjë. Jo që, larga saj, po, pa dëshirën tonë, nuk i mujtë më, se unë shkuha në Gjermani, më kanë
edhe kur u vendosën unë a djali me shku, kemi shku në aeroport, më kanë quhe, dhe kam menduar se djali s'kam për xhamin më kthye. Kjo është e vërtetë, aty në bindën të Zotit. Edhe kur kthena unë, më thujnë edhe kur 2 minuta shumë të shtëpia. Kur më bëu të shtëpia na borin çudica, unë u përshëndeta me familje me këtë unë, do të udhtoj për Gjermani. Kam bujt vetëm një natë në shtëpi. Se Zoti është shumë i madh, një të mirë se e bën mal, ki me gjetë të shtëpia, po e bën në shtëpi çon mal. Kto kanë dhënë plesht gjithmonë kanë. Edhe ju që unë është ta bëna një të mirë të madh diçka, po dëshira ai djali, familja më thonë ka kancer, edhe ky djali shkon, se aeroplani i vogël, nuk mujti me nënzo dyve me në aeroplan. Për shkasish me krevetën ai shumë. Edhe kam mendos jetën tam, tini të bindën të Zotit rrezikoj, të hisna edhe e kuptoj me shkuar djalin. Edhe ai djali ka vdek, që vjen kesh pi familjes, mas 6 javë kish pas vdek në Gjermani pe kanceri. Kjo është e vërteta. Edhe kam shku në shtëpi, kam nejt atë natë, me mëngjes vje miza, se nuk veç migja ka posë telefon një pjan, herët, ka ora 5 mëngjesit, në ora 9 du të me konë spirat në Prishtinë, thotë se kemi udhëtu për Gjermani. Do të thotë 24 orë, nuk ndodhi ma shumë që mu vënë une, edhe që e shoqohet, se ma më thanë, mu më premtoja, ka qenë e pejsë një femën për kyse, premtoja dhe se nese ju masej si kina me të morë. I dyllë fjalla asojna që e falenderoj shumë, sot për atër, por nese më kanë morë, ma qënë Gjermani. Jo në mos minë si kam po tani, edhe 1 vjet e gjysë. Se një kam po 18 operacione në minën spitalit Tallkirën, thirët, lagja atu kongëgjën, prap vojzën më ra mos me po. Qëtë vojzën më ra veç me 30 me nejbe do, ndjerën, prap se kom po vojzën, kur ka marrë bizhumënia, e tash me qish po 2 vjetë e gjysë vojza, prap së më vike. Tjeni të bitë në të Zotit, atër baba kështë bo shpinë, në shpinë e vjetër, i këshin rregullu pak, edhe kur prap që e vojzë, dykun një 5-6 javë, di se në mësu me të u adaptu me mu, prap që e vojzë mu së më ka ardhë. 5-6 javë masi ka marrë bizhumënia në vitin 2000 një më këthyë, pe Gjermania, prap që e vojzë edhe 6 javë tjera, të adaptu të morë me të mirë nga pak, si dhe të jep pare, të jush. Edhe 5 javë që e vojzë së më ka ardhë, së më ardhë. Edhe pse kishë mu 2 vjetë e gjysë vojza, mbi 2 vjetë e gjysë, mu që e vojzë së më ardhë, së më kishë po vojza mu. S'ka mund me mojtë menë muaja. Se ka ditë ku shëmëne. Prap që e vojzë, kër e dhe për Gjermani tani, kisha probleme me to, mbi 2 mujtë sa mu adaptu vojza me muaj.